Insistimi i prokurorisë së Hagës që krerët e UÇK-s të mos lirohen nga paraburgimi ka shtuar reagimin e ashpër të mbrojtjes. Në parashtesën e fundit, avokatja e Jakub Krasniqit përmend dënimin e ish krerëve të UÇK-s. Në këtë dokument thuhet se me zhvillimin e fundit të bie ndesh dhe prezumimi i pafajësisë dhe minimumi të drejtave të njerëzit. Jakub Krasniqi tashmë ka pësuar 4 vjet e 6 muaj ndalim. Ky privim i zgjatur i lirisë peshon rënd kundër ndalimit të vazhduar, sidomos pas të drejtës themelore për të qenë i pafajshëm i supozuar dhe i qetësisë e jashtëzakonshme të kohës në të cilën ai tashmë e ka vuajtur pa dënimin. Ndalimi është përjashtimi, jo rregulla, dhe duhet të jetë mas e zgjedhjes së fundit. Ndalimi i vazhduar i zotit Krasniqi në këto rrethana mund të perceptohet si dënim preliminar që bie ndesh me prezumimin e pafajësisë dhe do t'i minojë më të drejtat që e formojnë thellimin e një gjykimi të drejtë, thuhet në parashtesën e mbrojtjes së Jakub Krasniqit, të cilën e ka parë nacionale. Dënimi i mundshëm dhe minimi i të drejtave të njerëzit ka ardhur si rezultat i refuzimit për lirim të përkohshëm. Sipas avokates, paraburgimi tashmë është krejtësisht i panevojshëm, pasi dëshmitarët dhe provat e prokurorisë së Hagës kanë përfunduar. Rrethanat tani kanë ndryshuar thelbësisht. Prokuroria ka thirrur dëshmitarin e saj të fundit dhe arsyetimi kryesor për vazhdimin e paraburgimit, do me thënë, rreziku që zoti Krasniqi mund të ndërhyjë te dëshmitarët e prokurorisë nuk ekziston më në asnjë formë konkrete ose të besueshme. Nuk ka dëshmitar të tjerë për të ndikuar. Çdo pretendim se zoti Krasniqi mund të pengojë procedura duke ndërhyrë te dëshmitarët që kanë dëshmuar tashmë, ose ndonjë çështje që do të ngrihet nga mbikëqyrësi i viktimave, është tërësisht spekulativ. I mungon çdo bazë faktike dhe është i pamjaftueshëm për të justifikuar privimin e tij nga liria e tij mëtej. Mbështetja e vazhdueshme në hamendësime të këtij lloji do të ishte jo profesionale dhe e pajustifikueshme, thuhet më tutje në parashtrimin e mbrojtjes së Jakub Krasniqit. Mbrojtja përmend edhe sfidat e Jakub Krasniqit në paraburgim, përfshirë edhe moshën e shtyr. Rrethanat personale të zotit Krasniqi kanë evoluar ndjeshëm dhe meritojnë konsiderat të dëmshur. Së parja i tani është 74 vjeç dhe i reduktuar në 4 vjet e gjysmë së fundmi. Paneli është në dieni të kohët e fundit, nuk janë thjesht ndihmes, ato shkojnë në zemër për të marrë pjesë në mënyrë kuptimplot në mbrojtjen e tij, veçanërisht në kushtet e paraburgimit të zgjatur, që në fillim i paraburgimit të tij kanë lindur 2 nipër dëmbesa. Zoti Krasniqi tani kërkon të kthehet te familja e tij me dinjitet dhe të kalojë kohë kuptimplot me familjen e tij. Në rritje, një nxitje që vetëm sa forcon motivimin e tij për t'u përshtatur çdo kushti që paneli mund të vendosë, thuhet në tutje. Mbrojtja Kadri Veselit ka insistuar se prokuroria e Hagës po synon në çdo formë që t'i mbajë në paraburgim të akuzuarit dhe kjo përbën shkelje. Mbrojtja e Jakub Krasniqit ka propozuar 7 masa konkrete të cilat Krasniqi është i gatshëm t'i zbatojë në arrest shtëpiak, vetëm që të lirohet dhe të shndrohet pranë familjes. Kundërshtimet në pretendimet e prokurorisë së Hagës ka pasur edhe mbrojtja e Recep Selimit. Sipas avokatëve, prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë që Recep Selimi mund të arratiset ose ka synim të ndikojë në prova dhe dëshmitarë. Të gjithë ekipet mbrojtëse një zëri kritikojnë faktin se pavarësisht që kanë përfunduar dëshmitarët e prokurorisë dhe janë dorëzuar të gjitha provat, klientët e tyre nuk po lirohen.